Libri Ligji I tërheqjes, sekreti I madh I jetës. Parathënie. Gjërat e ngjashme tërheqin njëra tjetrën. Në jetën tonë tërheqim njerëzit, ngjarjet dhe përvojat që janë të përshtatshme me mendimet tona kryesore. Ligji I tërheqjes është ligji themelor I universit. Kur dëgjova për këtë ligj për herë të parë në vitin 1973, në lëndën Shkenca e Mendimit, u bezdisa shumë dhe nuk doja ta pranoja. Ç'do të thotë kjo? Pse unë I tërheq ata njerëz që nuk I dua, por që në një mënyrë apo tjetrën gjenden në jetën time? Ndërkohë që njerëz të tillë nuk I dua në jetën time. Me siguri që unë nuk I kam dashur disa ngjarje që më kanë ndodhur. Unë isha një njeri I mirë. Gjërat që më kishin ndodhur ishin thjesht rastësi, thjesht fati I keq. Lënda e shkencës së mendimit, e cila zgjati 6 vjet, më mundsoi që në jetën time të re ta shqyrtoja çdo gjë nga e para dhe të bëja ndryshime të mëdha. Në lëndën e shkencës së mendimit, mësonim ligjet e universit, shkallët e mendimit dhe si funksionon mendimi. Bënim studime rreth trupit, mendimit dhe shpirtit. Për themelin e diturive që po e ndaj me ju në këtë libër dhe për cilësinë e jetës që jetoj, sot I detyrohem hedhjes në jetë të atyre që kanë mësuar gjatë programit 6 vjeçar të lëndës së mendimit. Trajnimet e panumërta që kam marrë më vonë e kanë forcuar akoma edhe më shumë këtë themel, më kanë zgjeruar njohuritë, horizontin dhe mënyrën e perceptimit të jetës. Tashmë e di shumë mirë se mësimi dhe zhvillimi nuk kanë kurrë fund. Tani vazhdoj me shpejtësi të mësoj, të aplikoj ato që kam mësuar dhe t'i ndaj dituritë e mia duke u mësuar të tjerëve. Gjithashtu, duke u përpjekur të bëj më të mirën e mundshme, kam mësuar ta lëshoj veten në rrjedhjen e jetës. Në këtë libër jam përpjekur të shpjegoj me sa mundësi kam, me një gjuhë sa më të thjeshtë, ligjin universal të tërheqjes dhe rrugët e përdorimit të këtij ligji me vetëdije. Në këtë libër kam përfshirë disa pjesë nga CD-të mia me titull Ndrysho mendimin që të ndryshosh jetën, të krijosh ndërgjegjësimin e bollëkut, pasurojeni jetën dhe paraja është miku im. Këto pjesë janë zgjedhur për ata lexues të cilët nuk I kanë dëgjuar më parë këto CD, ndërsa lexuesit të cilët I kanë dëgjuar më parë këto CD do t'i përforcojnë më shumë njohuritë e tyre. Leximi dhe dëgjimi ushqejnë vazhdimisht njëri tjetrin dhe mundësojnë përpunimin e njohurive. Në kapitullin e 19 me titull Realiteti më I madh, e kam lënë më njanë gjuhën e thjeshtë dhe jam përqendruar tek thelbi I sistemit. Ky kapitull mund të mos jetë I thjeshtë për t'u kuptuar nga ata të cilët prezantohen për herë të parë me terminologjinë spirituale. Madje mund t'ju duken edhe krejtësisht të pakuptueshme, por ndoshta edhe mund të gabohem. Nëse këto shprehi nuk ju përshtaten, mund të zgjidhni që kapitullin e 19 ta lexoni një herë tjetër. Ta lexoni çdo ditë, duke ndjerë lutjen e falënderimit që gjendet në fund të librit. Do t'ju bëj shumë mirë. Me dashuri, Neil Gunn. Hyrje. A ju ka ndodhur ndonjëherë t'ju dalë përpara aty ku nuk e prisni diçka për të cilën keni nevojë? A ju ka ndodhur ndonjëherë që pikërisht në momentin kur jeni duke menduar për një person, ai ju telefonon? A jeni ndodhur ndonjëherë në vendin e duhur në momentin e duhur? A ka shumë rastësi në jetën tuaj? A tërhiqni vazhdimisht në jetën tuaj partner të ngjashëm? A bëni vazhdimisht të njëjtat gabime? A ju ndodh ajo të cilës I friksoheni?
A ju ndodh ndonjëherë të bëni diçka për të cilën keni thënë që nuk do ta bënit kurrë? A ju ka ndodhur ndonjëherë ndonjë ngjarje ndaj të cilës keni pasur paragjykim? Ligji i tërheqjes tërheq në jetën tonë edhe gjërat që i pëlqejnë, edhe ato që nuk i pëlqejnë. Edhe nëse nuk e dini ligjin e tërheqjes, dini këto koncepte. Fat i pa fat, caktim, rastësi, ndodhja diçka e të papritur, në të njëjtën kohë komplekse, koincidencë, e kërkova me shpirt dhe u bë, më erdhi në dorë, çdo gjë ecën shumë mirë, çdo gjë u rregullua papritmas. Në këtë libër do të mësoni kuptimin e këtyre koncepteve dhe të përdorni me vetëdije ligjin e tërheqjes. Ligji i tërheqjes është ligji i energjisë. Energjia e cili do lloj qoftë i bindet të njëjtave ligje. Fjalën energji e përdorim shpesh në jetën tonë. Ky person ka energji pozitive, përhapet energji negative përreth, sot jam i mbushur me energji, e ndjej se më kanë shtëruar energjit, na u përshtatën energjit me njëri tjetrin. Kur ndjehemi të lumtur, të emocionuar, të realizuar, të suksesshëm, me fat, përhapim energji pozitive përreth. Syt, lëkura, flokët na shkëlqejnë. E ndjejmë veten plot jetë dhe energjik. Krijojmë zonë tërheqjeje rreth e qark vetes. Tërhiqemi nga persona që lëshojnë energji të tillë. Për këtë arsye, njerëzit e suksesshëm dhe të lumtur janë tërheqës. Në momentin kur e ndjejmë veten të nevrikosur, të mërzitur, depresiv, të pafat, të vetmuar, të lënduar, të stresuar, të pasuksesshëm, përhapim energji negative rreth e qark. Shkëlqimi i syve na humbet. E ndjejmë veten të sëmur, të lodhur, të mbaruar dhe pa energji. Nuk i dukemi fare tërheqës njerëzve përreth. Pa qenë të detyruar, njerëzit nuk dëshirojnë të qëndrojnë pranë nesh. Nëse kjo gjendje shpirtërore vazhdon për një kohë të gjatë, si për çudi, fatkeqësitë ndjekin njëra tjetrën. Ankohemi se çdo gjë në jetë na shkon ters. Kjo na zhyt akoma dhe më shumë në ndikimin e energjisë negative. Si është cilësia e marrëdhënieve në jetën tuaj? Si është gjendja juaj shëndetësore? Si është gjendja juaj ekonomike? Nëse këtyre pyetjeve nuk u përgjigjeni dot me e kënaqshme, atëherë e keni vetë në dorë të ndryshoni gjithçka. Por si? Duke përdorur ligjin e tërheqjes me vetëdije. Pjesa e parë. Zgjohuni dhe krijoni një jetë të re. Zgjohuni dhe krijoni një jetë të re. Alarmi tregon se ka ardhur ora për t'u zgjuar. Disa persona shtypin butonin dhe dëshirojnë të flenë edhe disa minuta më shumë. Alarmi bie përsëri, ndalohet përsëri, për të fjetur disa minuta më tepër. Dhe momentet, në vend se t'jetohen, kalohen në gjumë. Njerëzit e rëndom të kalojnë jetën në gjumë. Njeriu që fle edhe momente që i duken sikur është zgjuar, i kalon duke thënë sikur ose le të shpresoj. Nuk e kupton se është veç shkaktari kësaj jete të pa përmbushur. Sikur ti kisha kushtet e jetës më të mira, sikur të fitoj lotarin, o shpresoj të mdali përpara njeriu jetës. Shpresoj të gjej një punë ashtu si më pëlqen. Të ndërtosh realitetin tënd nuk është ekskluzivitet i vetëm pak personave. Secili prej nesh ndërton realitetin e vet. E njeh apo nuk e njeh ligjin e tërheqjes, i përshtatet apo nuk i përshtatet atij apo asaj. Në botë, shumë pak njerëz kanë arritur ta kuptojnë forcën e ligjit madhështor të tërheqjes dhe ta përdorin atë me dijeni. Duke përdorur çdo ditë këtë ligj, ndërtojnë realitetin e zgjedhur prej vetë tyre. Çdo gjë që dëshirojnë në jetë e tërheqin tek vetja pothuajse pa mundim fare. Ndërkohë që këta njerëz
në realitetin e tyre ndërtojnë parajsën. Ne i vëzhgojmë ata me habi dhe me sy mos besues. Mendojmë se ata janë njerëz me fat. Shumica prej nesh nuk i pëlqejmë parimet e spiritualizmit. Mendojmë se spiritualizmi është diçka boshe, është si punë hokus pokus. Spiritualizmi i vërtet është të dish ligjet e universit, të jetosh në përshtatshmëri me to, të arish të perceptosh se je ti vetë ndërtuesi i realitetit tënd dhe ta hedhësh në jetë këtë perceptim. Ligji i tërheqjes, sekreti më i madh i universit. Por përpara se të kalojmë te ligji i tërheqjes, dëshiroj të ndalem pak tek disa koncepte që i pranon edhe njeriu më skeptik. Çdo gjë në univers përbëhet nga energjia. Këtu përfshihemi edhe ti, edhe unë. Së dyti, mendimet tona janë energji. 3. Çdo gjë materiale ose shpirtërore i bindet të njëjtave ligje të energjisë. Çdo gjë në univers është e lidhur me njëra tjetrën me anë të energjisë. Universi krijon pamundim në mënyrë të natyrshme me bollëk dhe shumëllojshmëri. Çdo gjë që na rrethon, natyra, planetët, atmosfera, uji, janë krijuar në mënyrë të natyrshme, pa mundim dhe pa që nevoja që dikush t'i analizoj ato. Nuk ka asnjë rëndësi se çfarë është forca që ka filluar procesin e krijimit. Nuk ka rëndësi se si e quajmë ne atë. Çdo gjë e krijuar është në pa dhe është krijuar pa mundim. Ju jeni pjesë e universit, edhe ju keni të njëjtën fuqi, e vetmja gjë që e kufizon potencialin tuaj është sistemi juaj i vetë besimit. Ju shikoni sepse sytë tuaj interpretojnë vibrimet. Ju dëgjoni sepse veshët tuaj interpretojnë vibrimet që vijnë drejt tyre. Perceptimi i të gjithë shqisave s'është gjë tjetër veç se interpretim. Çdo gjë që ndodh në jetën tuaj interpretohet prej jush. Jeni ju që jepni kuptim ngjarjeve, që reagoni emocionalisht. Jeni ju që shtoni gjithçka. Mendimet tuaja marrin informacionin e energjisë dhe transportojnë te realiteti juaj. Ajo që ju e quani e vërteta s'është gjë tjetër veç se një marrëveshje që keni bërë me veten tuaj, një miratim i dhënë nga vetë ju. Ndonjëherë, vërtetësinë e diçkaje e përcakton miratimi i përbashkët i njerëzve. Nëse një e vërtet miratohet nga një numër i madh njerëzish, atëherë kjo e vërtet në mendjen tuaj shndërrohet në të vërtet absolute. Në këtë mënyrë, e pavërteta fiton statusin e të vërtetës. Përpara se një person i vetëm të thoshte të kundërtën, kisha dhe i gjithë njerëzimi kishin pranuar si të vërtet absolute se dielli rrotullohej rreth tokës. Realiteti merr formë nga të vërtetat e pranuara prej nesh. Në këtë mënyrë, mësojmë çfarë është e mundur dhe çfarë është e pamundur. Këtë e mësojmë prej njerëzve të tjerë. Problemi qëndron tek fakti se këta njerëz të tjerë, familja, shokët, mësuesit, jetojnë në botën e tyre të kufizuar të besimit dhe këtë besim të tyre e pranojnë si të vërtet dhe uaj imponojnë edhe të tjerëve. Në këtë mënyrë, mendimi se njeriu është një gjallëse kufizuar përhapet si virus dhe ne nuk e dallojmë dot natyrën tonë të vërtetë. Pavarësisht se kjo situatë të bën të ndjehesh i pa shpresë, disa prej nesh zgjohen. Në çdo periudhë të historisë së njerëzimit ka pasur njerëz që janë përpjekur të na zgjojnë, por nuk ka qenë lehtë të zgjosh shumicën dërmuese, të cilët janë në gjendje transi dhe jetojnë të vërtetën e kufizuar brenda gjendjes së transit. Ndërsa një numër shumë i vogël njerëzish të gatshëm për t'u zgjuar, zgjodhen të zgjohen dhe ta njohin forcën. Tashmë, numri atyre që zgjohen po rritet me shpejtësi.
Cili është ndryshimi midis atyre pak personave me fat, të cilët e jetojnë jetën të plotësuar në çdo drejtim dhe duket sikur çdo gjë që e dëshirojnë e arrin me lehtësi, dhe i shumicës të cilët punojnë në një punë që e urrejnë thjesht për të përmbushur përgjegjësitë e tyre, të cilët jetojnë një jetë të padëshiruar dhe me dëshirën shpresoj që një ditë të bëhemi lumtur. Cili është ndryshimi? Ndryshimi është se këta njerëz i dinë qëllimet e tyre dhe e dinë se çfarë duan. E dinë se janë të detyruar të realizojnë qëllimet e tyre dhe nuk dinë të ndalojnë derisa t'i bëjnë realitet ëndrat e veta. Perceptimi i tyre për përgjegjësinë është i ndryshëm prej perceptimit të shumicës. Ata e dinë përgjegjësinë ndaj vetes. Tani dinë të jetojnë. Dinë të jetojnë jetën që dëshirojnë, dinë të rendin pas pasioneve të tyre. Pasionet tona na e thonë qartë se çfarë duhet të bëjmë. Kur rendin pas pasioneve tona na ndriçohet jeta. Në këtë mënyrë përhapim një energji të madhe rreth vetes. Kjo energji e fuqishme formon një forcë tërheqëse për të afruar në jetën tonë gjërat që dëshirojmë. Universi dëshiron të na japë çdo gjë që kërkojmë me gjithë shpirt. Natyra e mendimit universal është mendimi i begatisë. E vetmja gjë që e pengon begatinë e universit janë besimet tona të kufizuara. Kapitulli i parë. Ligjet universale. Universi ka rendin e vet. Ky rend përcaktohet nga ligjet universale. Ligjet universale janë të njëjtë për të gjithë në çdo vend dhe në çdo kohë. Ato nuk ndryshohen dhe as nuk mund të manipulohen. Njëlloj siç nuk mund ta ndryshojmë ligjin e gravitetit sipas interesit ton, ligjet universale nuk gabojnë kurrë. Për sa kohë që jetojmë në përputhshmëri me to, jeta jon kthehet në parajs. Ligjet universale janë ligjet përbërëse të gjithë krijimit. Por cilat janë ligjet universale? Përse ekzistojnë këto ligje? A keni menduar ndonjëherë përse ekziston universi material? Ajo që njihet si dija kozmike ose burimi themelor, dija e pafundme, zgjuarësia universale ose siç e quajnë disa Zoti, ka ekzistuar gjithmonë brenda pafundësisë. Kohë më parë, nuk ka ekzistuar asgjë tjetër përveç zgjuarësisë universale. Zgjuarësia universale ishte vetëdijshme se ishte dituri e pafundme. Por nuk kishte një dimension që ta përjetonte këtë pafundësi. Zgjuarësia universale dëshiroi të njihte veten e vet duke përjetuar. Dëshiroi që të përjetonte pasqyrimin e vetes duke e parë, dëgjuar, ndjer atë me të gjitha ndjesitë që krijesa e quajtur njeri i di ose jo. Dëshiroi të shprehte veten e vet duke përjetuar pakufishmërinë e saj. Mënyra për ta shprehur veten e vet ishte duke përjetuar veten me lloje të pafundme jetese. Shembulli më i thjeshtë i kësaj është e bardha, e cila e shpreh veten në mënyra të ndryshme duke diferencuar të gjitha ngjyrat që e përbëjnë atë. Teksa e kuqja shpreh të kuqen, bluja shpreh blun, në të vërtetë çdo ngjyrë është një energji ngjyre, dimension, brenda ngjyrës së bardhë. Të gjitha ngjyrat janë reflektimi i ngjyrës së bardhë kur kalon brenda kristalit dhe shpërndahet. Burimi i të gjitha ngjyrave është i njëjtë, e bardha. Pikërisht, këtu futen në lojë ligjet universale. Krijimi ka një cikël natyral, cikli lindje, jetë, vdekje. Jeta gjithëpërfshirëse, jo fizike, jeta personale fizike, jeta personale jo fizike, jeta gjithëpërfshirëse jo fizike.
Një ditë përpara se të bijem në mitrën e nënës, nuk ekzistojmë fizikisht. Pas qëndrimit në mitrën e nënës dhe pas lindjes, bëhemi person. Gjatë kohës që jetojmë, përjetojmë edhe jetën fizike edhe atë mendore, ndjesore, spirituale. Pasi vdesim, sërish nuk ekzistojmë më fizikisht. Eksperienca e përfituar vazhdon të ekzistojë brenda jetesës gjithëpërfshirëse si energji e dijes. Zgjuarësia universale, krijuesi, është mendim i pastër. Përbërja, krijuesi, është shprehja e mendimit të pastër në dimensione frekuencash pafundësisht të ndryshme. Krijuesi dhe krijesa nuk janë të ndryshme nga njëri tjetri, sepse çdo gjë e krijuar është prej vetë krijuesit. Në këtë proces, zgjuarësia universale, për të individualizuar veten e vet në fillim, e shndërroi frekuencën në dritë. Drita u shpërbë përsëri dhe e shndërroi veten në ngjyra. Brenda çdo ngjyre gjenden përsëri pafundësitë tonesh të ngjyrës. Kur drita shndërrohet në ngjyra, e shpreh veten në formën e dridhjeve elektrike. Secili prej nesh jemi ngjyra të pashoqe të jetës. Universi është krijues i pafund që nuk e ndjen të nevojshme të përsërisë veten. Rregullat e këtij sistemi krijues quhen ligjet universale. Qëllimi kryesor i krijimit është të përjetojë veten në të gjitha dimensionet e jetës. Këtu përfshihet dhe realiteti i botës tridimensionale. Dëshira e vetes tonë për të përjetuar veten është dëshira për ta vënë në lëvizje potencialin dhe për ta bërë forcën tonë të dukshme e në gjendje që të përjetohet. Jeta është demonstrimi i forcës së lojës së ngjyrave, forca e jetës. Zgjuarësia universale. Përse dëshiron të përjetoj vetveten zgjuarësia universale? Ju si e dini veten tuaj? Si e dini potencialin tuaj? Si e dini që vetja juaj ekziston? Me anë të përjetimeve. Nëse unë ju them se të bish në dashuri është një gjë e mrekullueshme, por ju të mos e keni përjetuar kur dashurinë në mendjen tuaj si koncept, e kuptoni se çfarë them. Por që ta dini se çfarë është dashuria, duhet që ta provoni vetë ndjenjën e dashurisë, apo jo? Zgjuarësia universale mundëson funksionimin në mënyrë të përsosur të gjithë përvojave të jetës brenda vullnetit të lirë, procesin e mësimit me anë të përvojave të përjetuara, përmirësimin dhe evoluimin me anë të ligjeve universale të pandryshueshme. I gjithë krijimi dhe sistemi i krijimit i bindet gjithmonë këtyre ligjeve. Duke qenë se këto ligje funksionojnë në mënyrë automatike, ato funksionojnë në përshtatje me çdo qëllim pa gabuar kurrë. Ligjet universale janë ngjitësi kozmik që bashkon të gjitha përvojat me qëllimin për të ditur gjithçka. Universi është pa kufi. Po ashtu është edhe projektuesi i madh që drejtohet nga ligjet universale. Përpara se t'ju bëj përmbledhjen e këtyre ligjeve universale, po ju them se mos zbatimi i këtyre ligjeve nuk shoqërohet me ndonjë ndëshkim, sepse sistemi i drejtuar nga ligjet universale nuk është ndonjë rend që funksionon sipas qejfit të njerëzve. Edhe po t'i besoni, edhe po të mos i besoni, këto ligje veprojnë. Përvoja e mos zbatimit të këtyre ligjeve na shfaqet si përjetim dhimbjesh dhe vuajtjesh. Universi nuk funksionon sipas termave ndëshkim-shpërblim, por në përputhje me ligjin shkak-pasojë. Të gjithë e dinin vështirësinë e lundrimit në drejtim të kundërt me rrymën, por jemi përsëri ne ata që zgjedhim të lundrojmë kundër rrymës, apo jo? Ndërsa po të lundrojmë në drejtim të njëjtë me rrymën, na bën të kursejmë edhe kohë edhe energji.
Kur jetojmë brenda rrjedhës natyrale të ligjeve të universit, koha zhduket me plot kuptimin e fjalës. A arrini ta kuptoni se si koha kalon kur jeni duke bërë një veprimtari kreative të cilën e bëni me dëshirë dhe me kënaqësi? Në këto momente e humbasim konceptin e kohës, apo jo? Madje, edhe nevojat e tilla si ngrënia, pirja, gjumi e të tjera të ngjashme na kujtohen shumë vonë. Kapitulli 2. Ligji i tërheqjes. Ligji i tërheqjes është në lidhje me përdorimin e forcës krijuese të mendimit. Ky ligj shpreh se kudo që ta drejtoni vëmendjen tuaj, atë gjë tërhiqni rreth vetes. Në jetën tonë tërheqim ato përvoja të cilat përshtaten me çdo lloj mendimi dhe bindjeje që kemi në mendjen dhe në subkonsciencën tonë. Të gjithë ne, si pjesë përbërëse të gjithësisë, kemi të njëjtën forcë krijuese si gjithësia. Ashtu si çdo pikë vetme e oqeanit përmban brenda vetes të gjitha elementet e oqeanit. Pa e ditur se kemi një forcë të tillë, nuk arrim dot të bëjmë lidhjen midis mendimeve që kemi në mendje, mendimeve ku përqendrohemi dhe mendojmë shpesh dhe realitetit që jetojmë. Gjërat negative që na ndodhin i komentojmë si fat i keq ose si caktim. Jung thotë, përderisa mendimet që kemi në subkonsciencë nuk arrin në ndërgjegje, atëherë na shfaqen përpara si fat. Ngjarjet, njerëzit, situatat që tërheqim në jetën tonë janë drejt për drejt realiteti ndërtuar nga mendimet e ndërgjegjes dhe subkonsciencës sonë. Por shumica prej nesh nuk jemi të ndërgjegjshëm që e kemi këtë forcë, ose jemi dyshues mbi potencialin e kësaj force. As nuk i besojmë forcës për të ndërtuar realitetin ton, e as nuk dëshirojmë të marrim përsipër përgjegjësitë e realitetit ton. Sepse shumica e njerëzve kanë frikë të marrin përgjegjësi, sepse po ta marrësh vetë përgjegjësinë, atëherë nuk të mbetet kusht tjetër që ta fajsosh. Duke filluar të vëmë re lidhjen mes mendimeve tona dhe përvojave që përjetojmë, fillojmë të bëhemi njerëz të ndërgjegjshëm. Sa më shumë që të rritet niveli i ndërgjegjësimit, aq më shumë rritet edhe cilësia e mendimeve në mendjen e njeriut. Mendimet negative në mendje fillojnë të paksohen e të zhduken. Einstein i thotë, nëse do të kishim mundësi të ndiqni mendimet që dalin nga truri ynë, atëherë do ta vinim re se ato, pasi shëtisin botën, kthehen e futen përsëri në trurin ton. Çdo gjë kthehet gjithmonë në burimin e saj. Të njohësh veten do të thotë ta njohësh këtë ligj e t'i drejtosh mendimet e tua me dijeni. Ne jemi përgjegjës për mendimet tona. Kur mendojmë gjëra të këqija në lidhje me një person, për arsye se këto mendime kanë dalë nga mendja jonë, përsëri do ta shohim reflektimin e tyre në jetën tonë. Çdo gjë që u bëjmë të tjerëve, në të vërtetë ja bëjmë vetes tonë. Të dëshirosh diçka të keqe për tjetrin e diçka të mirë për veten tënde, nga pikpamja ligjeve universale është e pamundur. Nëse për të arritur vetë sukses, mendoni gjëra negative si xhelozia për suksesin e të tjerëve ose mendimi për t'ju bërë pengesë atyre, atëherë lëndoni veten tuaj, i bëni dëm vetes, sepse jeni ju ata të cilët i mendoni dhe i ndjeni këto mendime. Edhe gjykimet ose sugjerimet që jepni të tjerëve, në të vërtetë ja jepni vetes tuaj. Për këtë arsye, rregulli i artë është ligjet kozmike. Mund t'i keni dëgjuar të tjerë të përdorin shprehje të tilla si ky njeri është i pabesë, ky nuk e ka fituar pasurinë me djers, ai është mashtrues, o e njoh atë që në kohën kur s'kishte asgjë, ai është hajdut, ky tjetri është i pamoralshëm.
po ta analizoni një njeri që flet në mënyrë të tillë, atëherë do të vini re se zakonisht është i paplotësuar në dëshirat e tij dhe ka probleme nga ana ekonomike, emocionale ose fizike. Mbase shoku i tij i shkollës ka ngjitur shkallët e suksesit dhe e ka lënë atë shumë mbrapa. Për këtë arsye, ka zemërim dhe zili për arritjet e tij. Pothuajse në të gjithë shembujt do ta vini re, përgjithsisht, ky është shkaku që vetë ka rënë poshtë. Ai person i cili ka smir për pasurinë e tjetrit e mallkon dhe e mbush mendje me mendime negative për të, me dorën e tij e ka shtyr larg pasurinë dhe mirëqenien që dëshiron për veten e tij. Sepse, në të vërtet, ai po mallkon gjën që dëshiron. Nga njëra anë thot, Zoti më dhën pasuri, e nga ana tjetër thot, nuk më pëlqen që filani është i pasur. Në të njëjtën kohë, nuk shkoni dot edhe përpara, edhe mbrapa. Për arsye se të dy mendimet kanë dalë nga mendja jon e anulojnë njëra tjetrën. Kështu që mbetemi në vend numero. Çdo ankesë është një urdhër që i jepet universit. Të flasim vazhdimisht për problemet, sëmundjet, varfërinë, i shton problemet, sëmundjet dhe varfërinë e jetën tonë. Çfarë të shprehni më shpesh, atë ngulisni në mendjen tuaj. Nga se ankoheni. Çdo ankesë është pohimi i atyre gjërave që nuk dëshironi në jetën tuaj. Ligji universal edhe ankesat i percepton si urdhra dhe na jep me shumicë gjërat për të cilat ankohemi. Nëse kur dikush ju zemëron, nuk kundërveproni, por vetëm ankoheni, e tërhiqni akoma edhe më shumë në jetën tuaj atë veprim që ju ka zemëruar. Dhe në çdo rast e ndjeni veten sikur po ju hyn në hak. Nëse mendoni se jeta ju ka bërë padrejtësi, atëherë do të vazhdoni të jetoni akoma më shumë padrejtësi. Të flasësh për dikë duke e fajsuar, tërheq në jetën tonë fajsimin e të tjerëve ndaj nesh. Çdo fjalë hap nga një derë. Pas kësaj dere mund të kemi një peizazh me pamje nga deti, por mund të jetë edhe me pamje nga plehrat. Të pohosh me vetëdije do të thotë të marrësh përsipër përgjegjësinë e mendimeve. Çdo pohim është një miratim. Të thuash mund t'ja dal mban është një pohim. Kjo miraton suksesin ton. Por të thuash nuk ja dal dot mban, edhe ky është një pohim negativ. Miratojmë se nuk do t'ja dalim dot. Gjatë një ore mësimi në Amerikë, rreth dimensioneve të ndërgjegjes, profesori na pat sugjeruar që në momentin që vinim re, të kishim bërë një pohim negativ, ta neutralizojmë duke thënë e anuloj. Tek mua funksionon. E ndava me ju duke menduar se do të ketë sukses edhe me ju. Bindjet tona janë mendimet pas të cilave jemi lidhur. Mund ta ndryshojmë jetën tonë me anë të pohimeve që zgjedhim me dieni. Duke përmirësuar cilësinë e mendimeve dhe bindjeve tona, mund ta bëjmë jetën tonë më të realizuar. Pohimi në të vërtetë është çdo gjë që e themi e që mendojmë. Të thuash, unë jam i aftë në punën time, është një pohim. E njëjta gjë është edhe po të thuash, unë jam i paaftë. Mendimi ose shprehja e cilës fjali ju bën të ndjeni më mirë. Unë jam i aftë apo unë jam i paaftë. Hidhini një sy fjalëve që flisni gjatë ditës. Do të vini re dhe do të habiteni se sa shumë pohime negative përdorni. Nuk duhet të habitemi se përse nuk përjetojmë aq përvoja pozitive sa kemi dëshirë. Nëse doni të ndryshoni jetën tuaj, atëherë duhet të jeni të vetëdijshëm për mendimet tuaja. Fitimi i zakonit të nxjerrjes nga goja të fjalëve pozitive është nga forca dhe magjia e mendimit. Fjalosjet që bëjmë me veten tonë janë vargi pohimeve. Në çdo moment bëjmë pohime, jemi apo jo të vetëdijshëm, qofshin këto pohime pozitive
apo negative. Bindjet janë pohime tona të ripërsëritura. Mendimet për sa kohë nuk u besojmë atyre janë të padëmshme. Ato që shkaktojnë dhimbje nuk janë mendimet tona negative, por lidhja jonë pas tyre duke i përsëritur shpesh. Të lidhesh pas një mendimi do të thotë të besosh se është i drejtë pa e analizuar fare. Zakonisht bindjet tona janë mendimet pas të cilave jemi lidhur prej vitesh. Shumica e njerëzve mendojnë se janë njerëz ashtu si ja diktojnë mendimet e tyre. A ju qëllon të zgjoheni në mëngjes dhe të thoni, sot nuk ma ka qefi të mendoj? Edhe po ta thoni diçka të tillë tashmë është tepër vonë, sepse jeni duke menduar se nuk keni dëshirë të mendoni. Mendimet vinë vetvetiu dhe po ashtu largohen. Janë kalimtare një lloj siret në qiell, janë të padëmshme, deri në momentin që lidhemi pas tyre duke i pranuar si të vërteta. Shumica prej nesh lidhemi pas mendimeve tona. Me që lidhemi pas tyre, a nuk do t'ishte më mirë si kur mendimeve pas të cilave lidhemi të jenë në favorin ton? Me mendimet e djeshme kemi ndërtuar të sotmen. Nëse e mendoni vazhdimisht një mendim, atëherë ai lë gjurmë në mendjen tuaj dhe lidheni pas tij. Mendimi se jam një person që lexoj shumë më nxit që të lexoj akoma më shumë. Të mendoj se jam i turpshëm më bën t'i pres marrëdhëniet me njerëzit dhe të më paksohet vetbesimi. Përvojat që jetojmë në jetë i formojmë dhe i miratojmë me çdo fjalë që flasim e çdo mendim që na kalon në mendje. Pavarësisht se një pjesë e tyre nuk na pëlqen dhe fajsojmë të tjerët, përsëri jemi vetë që i miratojmë. Çdo mendim pas të cilit lidhemi është një mendim që e miratojmë. Nëse mendojmë se jemi të pafat, s'kemi bërë gjë tjetër veç se kemi miratuar mendimin se jemi të pafat. Nëse mendojmë se jemi me fat, s'kemi bërë gjë tjetër veç se kemi miratuar mendimin se jemi me fat. Lidhja pas mendimeve bëhet në mënyrë automatike nga mendja jonë. Për këtë arsye, pa qenë në dieni, lidhemi pas shumë mendimesh negative dhe i besojmë atyre. E kemi vetë në dorë t'i ndryshojmë këto mendime me dieni, por si ta bëjmë këtë? Duke marrë përsipër përgjegjësinë e mendimeve tona. Ndrysho mendimet që të ndryshoj jeta. Të ndryshosh mendimet do të thotë të ndryshosh pikpamjen. Pikpamja jonë ndërton realitetin e jetës sonë. Me mendimet e djeshme kemi ndërtuar të sotmen, me mendimet e sotme jemi duke ndërtuar të ardhmen. Pohimi vetëdijshëm do të thotë të zgjedhësh me dieni mendime pozitive për të ndërtuar rezultate pozitive në të ardhmen. Të mbjellësh farën e duhur në tokën e bindjes. Me anë të pohimit, fillojmë t'i ndryshojmë mendimet tona hap pas hapi. Shprehia e një mënyre të re mendimi, ashtu si çdo shprehi tjetër, fitohet me anë të përsëritjes. Me fjalitë tona pohuese, duke zgjedhur me kujdes fjalët që përdorim sot, formojmë mënyrën e mendimit dhe ndërtojmë të ardhmen. Çdo mendim është i rëndësishëm. Çdo mendim pozitiv na e bën akoma edhe më të bukur jetën. Çdo mendim i keq largon të mirën dhe lumturinë nga jeta jonë. A ju ka ndodhur ndonjëherë që teksa çdo gjë duket sikur po shkon mirë në jetën tuaj, pa pritur në një moment çdo gjë fillon të shkojë për keq? Kujtoni mendimet që keni pasur në ato momente. Do ta gjeni vetë përgjigjen përse ka ndodhur ashtu. A keni menduar se në moment të fundit do t'ju dalë përpara një e papritur e pakëndshme? A i keni pasur të vështirë ta besoni se gjithçka po shkon kaq mirë? A jeni nga ata që kur qeshni shumë mendoni se pas kësaj do t'ju presë diçka e keqe? Tensioni strukturor. Cila prej tyre fiton nëse në momentin që bëjmë një pohim themi edhe diçka krejtësisht të kundërt me të?
Pa dyshim që fiton negativja, sepse mendimet negative, për arsye se mendohen më shpesh, janë bindje që janë kthyer në zakon të pikpamjes së jetës. Disa njerëz e bëjnë pohimin një herë në ditë, pastaj rrinë gjithë ditën e ankohen për gjërat krejtësisht të kundërta me pohimin që kanë bërë. Si mendoni ju? Cili fiton në këtë rast? Cila shprehje është më e ngarkuar emocionalisht? Padyshim që ankesa. Përsëritja e pohimeve është një pjesë e procesit, është e rëndësishme se çfarë bëni gjatë pjesës së mbetur të ditës e gjatë natës. Pohimet janë si farat e futura në dhe. Fara cilësore sjell produkt cilësor, fara e keqe sjell produkt të keq. Sa më shumë që ti mendoni pohimet që ju sjellin lumturi, aq më tepër funksionon. Teksa thoni se jetoj mes begatis, në xhep mund të keni vetëm disa qindarka e mund të mos keni paguar akoma qiran e shtëpisë. Për arsye se jetesa në bollok është krejtësisht e kundërta e realitetit që je duke jetuar. Kjo fjali shkakton një tension strukturor në mendjen tuaj. Kjo sjell tendosje. Pohimi jetoj mes begatis është fara e jetesës tuaj të begat në të ardhmen. Sa herë që ta përdorni fjalin jetoj mes begatis, mbillni nga një farë në tokën e mendjes suaj. Nëse e thoni këtë fjali me ndjenja dhe me një ndjesi lumturie, teksa e ëndërroni veten duke jetuar mes begatis, e keni bërë tokën tuaj më prodhuese. Në një tokë prodhuese, çdo gjë rritet më shpejt. Pohimi i vetëdijshëm është edukimi i mendimit. Të mësosh të mendosh është një aftësi. Si çdo aftësi tjetër, në fillim duhet të derdhësh mund derisa të bëhet shprehi. A nuk e kemi mësuar kështu edhe biçikletën? Por tani nuk është më nevoja që të mendojmë për të hipur në biçikletë, apo jo? Tashmë mund ta ngasim biçikletën me lehtësi. Pohimi i vetëdijshëm është edukimi i mendimit. Çdo mëngjes, kur zgjohem nga gjumi, i zgjedh me dijeni mendimet e mia. Jo gjithmonë, të jem e sinqert, por shumicën e rasteve. Madje edhe kjo më arrit cilësinë e jetës. Gjërat e bukura më ndodhin më shpesh në jetë. Marr kënaqësi nga jeta. Si mund të jeni të lumtur nesër nëse nuk jeni të lumtur sot? A mendoni se lumturia është çështje fati? Si ndjeheni në këto moment? Ndjeheni mirë apo ndjeheni keq? Çfarë ndjenjash jeni duke përjetuar? Si thot zëri juaj i brendshëm se do t'ju kaloj dita e sotme? A dëshironi të ndjeheni më mirë? Drejtohuni drejt mendimeve më të mira, do ta vini re se do të ndjeheni më mirë. Ndjenjat si frika, reagimi, lëndimi, fajsimi, hakmarrja, xhelozia, ndjenja e fajit, nervozizmi, zemërimi, depresioni e të tjera të ngjashme e pengojnë qarkullimin e energjisë. Pas secilës prej këtyre ndjenjave fshihet mendimi negativ. Në fillim vjen mendimi, pastaj vjen ndjenja. Asnjë person, asnjë ngjarje, asgjë nuk na i pushton dot ndjenjat nëse nuk mendojmë për to. Ja, për këtë arsye nuk i kontrollojmë dot të tjerët, sepse mendimet e tyre u përkasin vetëm atyre. Për aq kohë sa nuk i lejojmë vetë, askush nuk na kontrollon dot. Kaq e fortë pra është mendja jonë, çdo gjë që mendojmë është krejtësisht nën kontrollin ton. Ky është një pushtet i madh. Çfarë të mendoni, atë do ta gjeni në jetë. Mendoni për kënaqësinë, për kreativitetin tuaj, për vlerën e gjërave që keni. Cilat mendime ju falin lumturi? Nëse jeni duke jetuar, mendoni çastet tuaja të lumtura. Mendoni për gjërat që mund të bëni. Mendoni për gjërat që dëshironi të bëni. Mendoni se kush dëshironi të bëheni.
Vetëm nëse ndjeni kënaqësinë e këtij momenti, vetëm atëherë mund të emocionoheni për të ardhmen. Të mendosh pozitivisht do të thotë të duash veten. Duke dashur veten, mund të ndërtoni mrekulli në jetën tuaj. Shkenca e mendimit nuk bën pjesë në mësimdhënien e shkollave tona. Mësimet që japim ne në leksionet shkolla e jetës janë pikërisht mësimet e shkencës së mendimit. Jam e bindur se kjo lëndë do t'jetë pjesë e programit mësimor për brezat e ardhshëm. Nëse në shkolla krahas mësimit të profesionit do të mësoj edhe arti i jetesës, atëherë edhe profesionet edhe jetesa do të ishin më të përmbushura. Në kohët e fundit, e vërteta se realitetin e ndërton mendimi, po pranohet gjithnjë e më shumë. Disa njerëz që kanë mësuar fare pak rreth këtij ligji, provojnë me pohimet e tyre për një kohë të shkurtër, pastaj heqin dorë duke menduar se nuk funksionon. Edhe ky mendim është vetë një pohim negativ. Në të vërtetë, këta njerëz nuk dinë ta përdorin pohimin ashtu siç duhet. Për shembull, teksa thotë se unë e meritoj të jetoj në begatije të bëhem i pasur, brenda vetes mendon se kjo është një idiotësi dhe se nuk ka për të funksionuar. Ajo që dëshironi dhe ajo që mendoni se meritoni mund të jenë shumë të ndryshme. Tregohuni të kujdesshëm me mendimet tuaja. Tashmë do të shohim pohimet nga njëra anë dhe reagimet e brendshme nga ana tjetër. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Mos more. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Përse jam duke e bërë këtë, kjo nuk ka për të funksionuar me mua. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. E kush je ti që do të bëhesh i pasur? Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Kjo është një idiotësi e madhe. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Është shumë e mërzitshme të përsërisësh vazhdimisht të njëjtat fjalë. Unë meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Pse me këto dy pare rrokë që marr do të bëhem i pasur unë? Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Më duhet të punoj shumë. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Po të bëhem i pasur, atëherë të gjithë do të kërkojnë para prej meje. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Po të bëhem i pasur, s'do ta kuptoj dot kur kush më do me të vërtet. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Jo, nuk e meritoj, akoma jo. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Ndoshta, pse jo? Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Përse jo? Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Ndoshta. Unë e meritoj të jetoj në begati e të bëhem i pasur. Po filloj ta besoj. Ja pra, shumë njerëz dorëzohen përpara se të arrinte kjo fjali e fundit, ndërkohë që kjo fjali është momenti kur pohimi bashkohet me ndjenjën. Kapitulli i 3. Ligji shkak pasoj. Ligji i reciprocitetit. Ligji i tërheqjes është bashkimi i 3 ligjeve themelore. Ligji shkak pasoj, ose ndryshe ligji i reciprocitetit, ligji i mirënjohjes dhe ligji i dashurisë. Mund të themi se këto 3 ligje janë 3 këmbët mbajtëse të ligjit të tërheqjes. Prej këtyre është e lehtë të dallosh lidhjen me ligjin ndikim-reagim me ligjin e tërheqjes.
Qëllimi i këtij ligji është na kujtoj se jemi një pjesë aktive dhe kreative e diturisë kozmike dhe të na mundsoj të dallojmë rezultatet e vullnetit tonë të lirë. Duke filluar të dallojmë rezultatin e mendimeve, fjalëve dhe veprimeve tona në realitetin që kemi ndërtuar, atëherë na shtohet ndjenja e vetë përgjegjësisë. Përgjegjësia na shfaqet në jetë si forcë e shtuar. Arsyeja e mosdallimit lehtësisht të ligjit shkak-pasojë është se në disa raste futet në mes një kohë gjatë. Mendimet që kemi në varësi të energjisë tonë realizohen në jetën tonë ose me njëherë ose me vonesë. Le të emërojmë A bashkësinë e një mendimi, ndjenje dhe veprimi. A-ja krijon B-n, B-ja C-n, C-ja D-n, D-ja E-n e kështu me radhë. Rezultatet e krijuara nga A-ja arrim t'i dallojmë tek E-ja. Koha që kalon nga A-ja tek E-ja na pengon që ta dallojmë lidhjen mes dy ngjarjeve. Ndërkohë janë përjetuar përvojat B, C dhe D dhe në mendjen tonë është shkëputur lidhja mes A-s dhe E-s. Për arsye se nuk e dallojmë lidhjen mes A-s dhe E-s, nëse është diçka negative, nuk e vërejmë re lidhjen e mendimeve, ndjenjave dhe veprimeve të A me E. Mendojmë se veprimet e bëra në atë kohë kanë mbetur në të shkuarën. Mendojmë se nuk kemi paguar ndonjë çmim për ato që kemi bërë dhe meqense se ka kaluar kohë e gjatë, as nuk kemi për të paguar gjë. Mendojmë se jemi të përjetshëm në këtë botë, kështu që e harrojmë fare se çfarë ka ndodhur. Nëse është diçka pozitive, nëse nuk jemi të vetëdijshëm për ekzistencën e këtij ligji, përsëri nuk e vërejmë lidhjen mes ngjarjeve A dhe E, por mendojmë se është çështje fati ose rastësie. Ndërkohë që edhe në këtë rast, jemi duke mbledhur frytet e farës së mirë që kemi mbjellë. Kur mbjellim një bim domateje, nuk i vjelin frutat e domates me njëherë të nesërmen. Nga mbjellja deri tek vjelja kalon kohë. Koha që kalon nga A-ja tek E-ja i ngjan kohës që kalon nga mbjellja tek vjelja. Gjithashtu, kur e dim që kemi mbjell domate, nuk presim që të vjelin patate, apo jo? Nëse jeni duke punuar në një kompani të madhe, mund të mendoni se merrni pak të vogël dhe se nuk ju vlerësojnë sa duhet dhe mund të shfaqni reagim ndaj kësaj situate. Nga ana tjetër, mund të keni frikë se po të largoheni që aty mund të mos gjeni dot punë tjetër. Kjo ju bën që të shfaqni akoma edhe më shumë reagim ndaj punës aktuale. Subkonscienca juaj i shkëput lidhjet tuaja me punën dhe ligji fillon të veprojë. Vjen dita dhe dëgjoni këto fjalë nga drejtori. Jemi të detyruar t'i shkëpusim marrëdhëniet e tua me punën. Pra, kush ju hoqi nga puna? Pronari? Jo, jeni ju ai që hoqët veten nga puna. Drejtori ishte thjesht një mjet që miratoi mënyrën tuaj të mendimit. Ai ishte thjesht një pasqyrë që ktheu mbrapsht tek ju pasqyrimin e mendimeve tuaja rreth vetes, ndjenjave të tua rreth punës dhe mendimit se nuk ju vlerësojnë sa duhet. Ky është ligji shkak-pasojë. Shkaku është mënyra juaj e mendimit, ndërsa pasoja është reagimi i botës së jashtme ndaj mendimeve tuaja të brendshme.